asaj që quhet shenjtëria e marrëdhënieve me partnerët strategjik ndërkombëtar të Kosovës. Sepse zakonisht kur ka pasur situata të tilla edhe më parë, kanë ardhur partnerët strategjik dhe mjetet e tyre shumë bindëse, i kanë detyruar palët që të krijojnë koalicione sa do të brishta. Problemi është bindëse nuk funksionojnë me Kurti. Po se i kanë fut në burg pra partnerin ndërkombëtar këta që i pranonin mjetet shumë bindëse. Okej, kështu që duke qenë që ata janë në Hag, e para ka zhvlerësuar veten, e dyta këta aktorë nuk janë më aktiv dhe publik aty, që të bindin në mjetet tyre bindëse, i kanë çuar në Hag. Ata që kanë mbetur kanë një mlefin dhe zhgënjimin. Kurti pa shantazhueshëm. Ata që kanë mbetur kanë mlefin dhe zhgënjimin nga sjellja e partnerëve ndërkombëtar. Si gjykata speciale ishte një premtim që do jetë gjykatë speciale tamam, nuk do jetë vetëm për shqiptarët. Dhe ata që e votuan dhe që shtyn votoi ishin të parët që u dërguan atje. Pra këtu kemi një farë tradhtie, prishje të besës, burnillikut, duke parë dhe një sistem patriarkal si funksionon politika kosovare, e cila lidhet me disa norma disi arkaike, i themi. Të paktën nga disa frontet politikës atje. Dhe nga ana tjetër, pse duhet patjetër të zbatojmë urdhat e këtyre, kur në fund të ditës ne e dimë që nuk mund ta sjellin diçka të mirë. Pra Kurti, nga ana tjetër, edhe duke denoncuar dhe ka treguar që edhe duke zhgënjur partnerët strategjik Kosovës mund bënë arritje që janë të vogla apo të mëdha. Demilitarizimi i veriut Kosovës për të arritur një situatë që është deri diku normale, ka qenë e pamendueshme, ka qenë diçka që nuk imagjinohej. Dhe kjo jep sinjal jo vetëm për qytetarët e Kosovës, po dhe për të tjerët në klasën politike kosovare. Ka ndodhur ama në kushtet që le të themi Lisa Serbe nuk i kishte njerëzit e saj në krye të institucioneve. Tani duhet të shihet sa do mbaj ky le të themi nuk e di kontrolli i shtetit me cilin Kurti mburret se ka rikthyer kontrollin e shtetit të Kosovës në veri të vendit. Kurti ka një talent që të sovranitetit, thot ai. Kurti ka një talent për të krijuar rend në shkatrim. Si ridhoj, i duhet është termi rënd, po ta marrim poetikisht, të shkatroj status quo-n që ekziston, e cila me thënë drejtën ajo që ishte status quo-ja ishte diçka llatarshme. Pra kriminal të stërvitur ushtarakisht, që intimidonin më së pari, grabisin dhe vrisnin qytetarët e vet përfshi politikanët vetët si Oliveri, i famshëm, Ivanović nëse s'ka bëj emrin, po, që e vran, dyshohet të gjitha gjurmët të çojnë te strofa e ujkut, se kush tjetër do e kishte ngrënë. Përveç vetëm ujku mund të hajë aty në atë pyll. Dhe nga ana tjetër, ruajtja e kësaj status quo, ndërkohë që çimentoi për herë më shumë një enklave qeverisë si Republika Serbska u bë de facto ajo, dhe ndërkombëtarët që kur mbaj më mend drejtuesin shefin e politikës jashtëm Bashkimit Evropian, Borelin, i cili kur policia e Kosovës bënte aksione për të arrestuar kriminal të rrezikshëm me të gjitha provat, reagonte në Twitter i skandalizuar dhe me nota shumë të ashpra që janë këto gjërat pa konsultuara, kjo është e tmerrshme, very concerned e tjerë. Dhe nga ana tjetër, ajo që bëri Kurti, disa do thonë me çfarë çmimi, po me thënë drejtën çfarë do ishte çmimi, po funksionon gjëja. Ishte një mesazh se edhe duke zhgënjur partneritetin ndërkombëtar, mund të arrihen disa gjëra reale, sigurisht me kosto, është dhe shpreha, pa thyca vezë nuk bën dot omletë. Dhe u arrit. Nga kjo lindë mendon ti kjo qetësia që ka Kurti dhe që habit shumë njerëz, në fakt ne e tham që nuk le të themi nuk është i shantazhueshëm, ndjehet i sigurt nga ky aspekt se nuk kanë se çfarë t'i bëjnë. Ka një pjesë, sigurisht mund të ketë kurrje, por ka një pjesë të elektoratit vendosës që vazhdon të qëndrojë në krah, mund të jetë më vogël, por është gjithsesi konsistente. Kështu që çfarë tjetër mendon se mund të shtojmë kësaj listës të arsyeve që e bëjnë Albin Kurtin të jetë kaq i sigurt, paralajmëron dhe sfidon me zgjedhje parakohshme dhe në dhjetor dhe në prill për presidentin nëse nuk bëni siç do ai. Mesazhi drejtuar opozitës. Nuk duhet në vlerësuar edhe faktori X, është faktori njerëzor. Domethënë sigurisht që Kurti është një entitet politik, political animal, shqip tinglon shumtuar kafshë politike, po është një bish politike, patjetër që është. Po nga ana tjetër është edhe vetë mënyra si e percepton ai botën dhe veten. Pra pjesa njerëzore mbi llogaritjet e tij apo të qenit pjesë i spektrit të autizmit politik, ku njerëzit kanë disa mangësi, po kanë dhe superfuqi brenda kësaj gjëje, është dhe kjo shumë e rëndësishme për të vlerësuar te Kurti. Pra, prania individuale dhe zgjedhjet që bëhet qoftë në nivel idealist, qoftë për arsye të
të pastra ideologjike, apo bindjesh personale, apo virtytesh, sa reale janë apo jo është çështje tjetër, por që ai shet e vetja dhe të bota si një reflektimi vetes, këto luajnë një rol të rëndësishëm. Çështja tjetër pastaj është për të vlerësuar zotësi